Përshëndetje ndjekës të revistës Story, unë jam Klotilda Arka. Mirë se vini në live-in e së shtunës, këtu të faqja e revistës Story. Sot kemi të ftuar një personazh që unë e kam shumë qef, madje mund të them që jam një nga ndjekësit e tij të rregullta. Ai i shfaqet ose e prezanton veten në dhjetra fushat e artit. Dhjetra, do më thënë, fushat kryesore, nga muzika deri te kinemaja. Ai quhet Bert Aliaj. Po pres që të lidhem me të. Kur flas për Bertin, unë flas me superlativa sepse kam shumë qef në mënyrën se si mendon dhe argumenton. Pa diskutim që është i veçantë dhe është i paparashikueshëm. Argumenton në një mënyrë që ngelesh thua, po këtë si e mendoj, në këtë mënyrë, pikërisht. Unë po pres që të lidhem, ai nuk është në Tiranë për momentin. Ndodhet pranë familjes, në Belgjik, Berti hyri. E shoh që hyri, unë do t'i bëj një ftesë. Bert, jam duke të ftuar unë, kështu që thjesht më prano. Ndërkohë ju mund të bëni pyetjet tuaja, sepse jam e sigurt që ai do të përgjigjet vetëm atyre që pyetjeve që do i pëlqejnë Bertit të përgjigjet. Por pranoj. Duket. Bert, të bëra ftesë, vetëm o prano. Në rregull. E bëjmë Okej, po shkoj në zyrë. Berti, po ku je kështu? Një sekond. Se isha me njerëz, shiko. Pas ke ftesë aty. Po, kisha njerëz, kështu që po futem në zyrë që t'jemi qetë. Po pra, unë Më mendoj të qetë. Mendoj futur në zyrë. Po si ka mundësi? Po përpiqesha të bëja një monolog të tipit që po shumë e vështirë. Ti me qenë se monologun e ke futur si gjini në televizion, tek refleksionet e tua. Po. Thuar se çfarë është një monolog, si arrin të shprehësh ti mendimet dhe ndjenjat. Ma shumë e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë. Duhet kesh ndjenja, ti thosh. Dhe të kesh ndjenja, po. Po. Më duket. Si? Më kanë mbetur dhe pak ndjenja, unë personalisht. Po ti Pa ka to. ndjenja? Princës të dëgjoj mirë, të hap pak zërin. Ato pak që ke, janë mjaftueshëm. Për kohën që jetojmë, Janë mjaftueshëm absolutisht. Unë mendoj që s'ka nevojë të kesh dhe shumë. Bollë të kesh dëshirën të thuash. po ti kur ulesh dhe shkruan monologjet e tua që i transmeton në emisionin tënd të ri, duhet ta themi refleksione. As pro as kundër. As pro as kundër dhe po pyet dikush pse nuk jetë love story. Apo ta lëm si përgjigje për një moment më të vonë. Jo, unë do dua që ti bësh një pyetje pse mendoni ju, pse nuk jam unë. Në rregull. Në fakt se kisha menduar, atëherë kështu e lëm. Të gjithë ju që po na ndiqni, mund të shkruani opsionet tuaja sepse Berti nuk shfaqet më te love story, që unë atë program e shikoja vetëm për ty. Ja po ta them hapur. Se ta kam thënë. Shumë faleminderit. Po, e di. Në rregull, atëherë më thuaj pak për monologjet e tua. Çfarë të lindi ty? Përshëndetje, aha. Përshëndetje të gjithës. Po. Lindi ty në zemër të bësh një emision politik, ndërkohë që nuk je gazetar. Po, në fakt moderatorët që kanë vite që bëjnë programe politike dhe sociale në Shqipëri.
Shiko, në fakt nuk ishte ideja ime, kanë qenë propozime që kanë shumë kohë, bile vite do thoya, propozime për një show politik. Për një show politik ka shumë angazhim. Po. Edhe me që se ka shumë angazhim, unë nuk asnjëherë s'kam dashur ta marr përsipër një gjë të tillë. Nuk e di a na dëgjojnë ata që na ndjekin. Dëgjoj shumë mirë. Jo, them të tjerët që na ndjekin, na dëgjojnë? Besoj që po. Shumë mirë. Atëherë thjesht për të thënë që unë nuk kam dashur ta marr përsipër një angazhim të tillë sepse është angazhim total, është jashtëzakonisht punë e madhe, është punë serioze. Unë e vlerësoj shumë këtë gjë dhe propozimin që më bëri televizioni, kam pas propozimin edhe më parë për këtë gjë në fakt. Mirë, erdhi një moment, si duket çdo gjë është në vendin dhe kohën e dur, kështu që edhe kjo gjë ndodhi tani. Edhe e pranova ftesën thjesht nga principi që t'jesh një moderator i mirë, sidomos për talk show. T'jesh i mirë, është mjafton t'jesh i ndershëm, kuptimin të kesh dignitet, të kesh personalitet të bukur, në kuptimin t'jesh vetvetja. Nuk ka nevojë t'jesh gazetar. Sepse njerëzit asnjëherë nuk i gjykojnë një personazhe të televizionit për gjërat që bëjnë. I gjykojnë për atë që janë. Në mënyrën se absolutisht. Ne nuk themi sa mirë e bëri punën filani ose filani, themi sa i ndyrë është. Ose e shtajmë si të shti, ose sa e bukur është, ose sa i bukur është. S'kemi thënë kur, ai është i zoti shumë. Po pra, ta vendosin një maskë dhe njihen për personazhe shumë të dashur, shumë të qeshur, po në fakt mbrapa kuindave janë ca bisha, Jack Pierce, kështu faktën i komentojnë. Po, shiko, absolutisht, janë personazhe, janë njerëz zakonshëm si gjithë tjerët, ë. Domethënë me të mirat e të këqijat e tyre, unë nuk besoj që unë jam më i mirë se shumë tjerë. Unë besoj që unë jam unë edhe as nuk pretendoj të shitem për i mirë, edhe kjo është kryesorja, prandaj dhe dallohem besoj, sepse unë nuk bëj të mirin, sepse është gjëja më e thjeshtë të bëhesh i mirë, dhe është gjëja më e vështirë që ti të jesh i vërtet, sepse e vërteta është sfidë në vetvete, kupton, njerëzit nuk duan ta dëgjojnë të vërtetën, dhe ti kur ja përplas fytyrës, është përveç guximit që është guximit qytetar, përveç qëndrimit tënd ndershëm me veten tënde që ti e thua atë që është dhe pikë dhe s'ka kompromis, edhe arrogancës që përfshin atë, sepse kështu është fjala e lirë, është arrogancë totale. Njerëzit lirinë e kanë problem, e kupton? Liria pengon sepse është çështje e mendimit. Ti je i lirë, është domethënë të mendosh si i lirë. Edhe njëra në tjetrën nuk ndahen, e kupton? Njerëzit nuk pretendon dot të jesh i lirë, duhet të jesh i lirë. Sepse vjen nga koka ajo gjë, kupton? Është shumë komplikuar, është shumë e komplikuar. Është shumë e komplikuar dhe ti për lirinë, më duket sikur ndonjëherë ti për lirinë jep jetën. E jep jetën vërtet? Unë po e jap jetën sepse e jap jetën absolutisht shumë e vërtet, sepse edhe këtë kështu që ka më shumë dritë në duket. E jap jetën sepse është mënyra se si unë kam zgjedhur jetën time, domethënë të ta shijuar, është bukur shumë kur ti nuk ke problem të ta vështirësosh jetën tënde për tu përshtat një modeli, kupton? Po është lezetshëm. Në fakt, për disa liria është të mos martohesh asnjëherë. Po se mos martohesh, vetëm ti je ke një familje unë s'jam martuar. Ja, ne s'kemi bërë martesë. Ne s'kemi bërë celebrime këto katunalliqet e qasi gjë, ne kishim neveri që të dy për këto punë, kemi pas shumë neveri. Dasma, po, neve që të dyve s'na pëlqeni ky rituali i dasmës. Po, jo sepse nuk është gjë e bukur, është gjë e bukur, po mënyra se si bëhesh, na duket shumë jo primitive, po ku diun shumë keq. Nuk e shikoni veten nga ata tipat që jepnin dorën gjire mirë se erdhë, faleminderit, u trashë goshe këto gjë na bën neveri. Tani edhe më bëj për të qesh, po, atëherë ishte neveri e gjallë, po merr. Që që ne s'bëm nga këto gjëra, neve krijon familje, dhe besoj që familja nuk ka nevojë për këto formalitetet. Një familje... Familje do investim, për kushtim. Sigurisht. Në një farë mënyrë të kufizon, apo jo? Nuk të bëm që t'jesh një njeri i lirë në plot kuptimin e fjalës. Ajo varet se si do t'i
kërkosh edhe do t'i negociosh gjërat me partnerin, gjërat njerëzit gjejnë partner, nuk gjejnë një grua ose burr. Kur ke gjetë grua, s'ke gjetë gjë fare. Moza jote është partnere pa parë, që para 10 vitesh kemi bërë një intervistë për një klip ku ti shfaqeshe në skena erotike. Po. Një klip shumë revolucionar për kohën, se kam përshtypjen nuk e di çfarë viti mund të ketë qenë 2008-2009. Bëra një intervistë Mozës dhe Moza u përgjigj në mënyrë akademiko-erotike, që e argumentonte shumë bukur se si është ta shohësh burrin duke bërë skena të tilla me një femër tjetër. Ishte me dy aty në fakt, ishte me një tjetër. Po, ka qenë një treshe, atëherë kur treshet ishin akoma një tabu për realitetin shqiptar, se tani kështu flitet, e di ti. Shiko, unë besoj që për tate tek pyetja që bëre ti, unë besoj që njerëzit duhet kërkojnë partner në jetë, nuk duhet kërkojnë shok, duhet kërkojnë njerëz me cilët merren veç edhe bëjnë gjëra. Nuk duhet kërkojnë grua, se unë shoh çfarë stresi ka njerëzit duhet të martohen, njerëzit e thënë time gomer, nuk e di. S'ka mundësi të ndryshe, kupton? Do të martohesh, vetëm që thua që duhet të martohem, bëhesh i pa konsiderueshëm fare. I pa përfillshëm. O zot, sa qesha. Dhe pasi martohen? Po ç'kujt? Pastaj shkojnë edhe çlirohen, tradhtojnë. Ore, çfarë mendimi ke ti për konceptin e tradhtisë? Për martesën ke mendimin që kam unë në kuptimin unë nuk besoj ke tradhtia fare. Është bukur, mos unë nuk besoj ke tradhtia. Nuk beson? Nuk besoj ke tradhtia fare. Nuk ekziston tradhtia, tradhtia është një, si thua, nocion ose ku diun është përdor në histori për qëllime pushteti, kupton, për të vënë turmën e madhe, për ta vënë në kontroll, për të vënë në rresht, i futën moralitetin, kupton, se kjo është çështja e tradhtisë, është çështje morale. Morali s'ka lidhje fare me tradhtinë, me tradhtinë ashtu siç e njohim ne tani. Unë besoj që njerëzit duhet të jenë të lirë, ta jetojnë jetën është unike jeta, një herë vjen. Edhe të gjitha llojet e barrierave që nuk të lejojnë që të jetosh atë pjesë tjetër si të çdon. E kupton, me kohë të limituar, se vjen dita e skadimit, e kupton? Një ditë pisjema. Është çështje energjie, jo pse është të mëshme, kështu linde me të vetmen gjë të para përcaktuar, vdekjen. Dhe duhet ta pranosh vdekjen. Më dukesh i pavdekshëm, pa mosh, pa fat skadence. Ja, fat skadence kanë gjithë, e kanë këtu mbrapa të gjitha. Ka probleme. Ke ti ato dilemat e tua ekzistencialiste ose frikrat e tua, më trego pak çfarë ndodh brenda Bertit të fortë dhe të pathyeshëm nga jashtë. Shiko, unë shumë herët kam pas qenë interesuar për këtë gjë, herët shumë, për pavdekshmërinë ose vdekshmërinë e këto gjëra që njerëzit i trëmi shumë edhe e kam adaptuar pak këtë, filozofinë e pranimit të vdekjes si gjë normale, si zhvillim në jetë. Si transformime, si evoluim, ka përcim në një situatë tjetër fare, se asgjë nuk di, më kupton? Thjesht e kam pranuar si tillë, edhe e besoj që vdekja është një stad në jetë, domethënë është një hap tjetër. Është një hap tjetër, do të thotë që pas vdekjes fillon jeta e vërtetë, apo jo? Nuk e di është apo e vërtetë, po ka gjë tjetër, se çfarë nuk e di. Po që kjo pjesë këtu është kalimtare, Këtë pyesim, kjo është shumë kalimtare, dhe ti si kalimtare që është, si e shijon jetën tënde? Na trego pak ca pisliqe që bën ti në jetën tënde. Unë s'bëj pisliqe fare, jam shumë tim njeh, jam shumë çoni mirë, njeri me principe, ja, në fakt, nuk e di, ta thash që unë në raport me gjërat që më pëlqejnë, për shembull, flasim me femrat, unë i vlerësoj shumë femrat, i vlerësoj shumë, edhe nuk jam i vetëm, sigurisht, po them që flas
çfarë mendoj unë për veten time. Dhe besoj që nuk është mirë që duhet gjithmonë të vike tek martesa, tek fideliteti, tek tradhtia, tek këto, si thosh, Konvencionet që diskutimi i madh në Shqipëri që njerëzit akoma nuk janë të qartë dhe kanë probleme dhe prishin familje për shumë gjëra. Nuk ka për të ndryshuar gjë një herë për një herë, po them që në long term do ndryshojnë gjërat se do kuptojmë që të jemi të lirë. Unë i kam pranuar këto të jesh i lirë, domethënë se dhe kjo ti japësh tjetrit lirinë. Atit që do mbi të gjitha, kupton? Liria përfshin në paketë çdo gjë. Përfshin edhe dëshirat e personit që ti ke dhënë lirin të jetë i lirë. Sepse kështu është vjen një moment ku ty të vjen ti e vlerëson partnerin, po ke një trill. Që këto trillet normale, e kupton, i kanë gjithë sa i thon, kanë guxim t'i thon, edhe quhen të këshin nga komuniteti, ndërkohë që komuniteti i bën pa thënë. Dhe dy gjëra negative ka. Në rastin kur ti e bën dhe nuk e thua. Dy të tmerrshme negative. Ndërkohë që në rastin kur ti e thua ka çdo gjë pozitive në jetë. Në rastin që ti e thua, po ta themi është që ti e pranon, ti e shijon, ty s'të pengon kjo gjë, e ti jeton. Edhe ti ke mirë kuptim edhe ti ke merresh vesh me tjetrin. Në rastin që ti se pranon dhe s'do ta dish, ti je ai i tradhtuar, i shkelur me këmbë, i fliqur, i turpruar. Ti je ai zero me xufka, e kupton? Mirë po më fal për shpejt, je dhe i dhjerë se se thua dot. I ke gjitha, kupton? Që njerëzit duhet të kuptojnë një moment që të përballen njëri me veten e me të vërtetën, e kupton? Edhe është që të çliron nga gjithë ky ankth. Është ankth kjo që ti të bësh sikur. Duhet të jesh ashtu vërtet, e kupton? Prandaj thash që ti je i lirë, s'është nuk mëson këto gjëra. Po vjen, ose i ke ose si ke, besoj unë. Është e vështirë. Është shumë e vështirë, po xhelozia ekziston në botë kuptimin tënd? Xhelozia është në nivel që do? Po xhelozia është absolutisht. Është humane, ka qenë gjithë jetën ose te kafshët e po nuk është në nivelin e tradhtisë, është në nivelin e kërkesës vëmendjes të statusit që ke ti tek personi për cilin ti pretendon, nuk kupton që ti je ai që je. Xhelozia është secili ka xhelozi, nuk mund ta thosh se s'ka xhelozi, por kjo xhelozi ka edhe kur për shembull një gocë që e pëlqen ti, ajo thotë ju më pëlqen ai tjetri. Po, edhe ta thot me qëllim. Jo, ta thot dhe pa qëllim, e pëlqen me vërtet. Po marr rastin e mirë, se unë kapem gjithmonë që e mira. Jam intrigante femrat, mos harro. Po ato unë basin, se janë budallaqe, nëse të thotë që mua pëlqen ai tjetri, unë e harroj. Se ka plot, se kupton është është shumë e mbushur edhe kush ka kot kthehet dy herë me një stacion. Stacionet janë kështu, kalojnë. Sa i lezetshëm je. Dëgjoj, ke pas një këngë të dashuria që ke shfaq gjithë atë anën tënde shpirtërore në vitet 80, apo jo? Po. Gjithë sensualitetin tënd, botën tënde, po më ka bërë përshtypje sepse asaj femrës si thojë që mbaj mend si fabull që ajo të priste gjithmonë, ndërkohë ajo të kishte mësuar ty se dashuria ishte edhe diell dhe shi. Tani ishte më e madhe në moshë apo çfarë kishte kjo që të mësonte ty këto gjëra dhe të duronte? Shiko, femrat, ç'është moshe, ç'është pjekurie. Femrat janë gjithmonë më përpara se ne. Ne si kuptojmë mirë gjërat, e kupton edhe. E vetëm gjë që kisha kuptuar unë ishte kjo që unë s'kisha kuptuar gjë fare. Domethënë isha akoma naiv, e kisha marrë vesh të gjë dhe isha ruhesha. Ja, po nuk e mbaj mend. Unë mbaj mend që kam pas gjithmonë një tërheqje nga femrat më të mëdha se unë. Edhe më dukeshin më të formuara, më erotike, më feminilitet, ishin femra, nuk pretendonin. Se është një gjë e tmerrshme kur pretendon dhe një gjë e tmerrshme kur je në fakt, është nata me ditën. Ka shumë që kujtojnë që janë femra dhe si janë në fakt. Kështu që tek femrat e mëdha atëherë, paktën për moshën që isha unë, gjeja këtë element shumë të rëndësishëm, feminilitetin, ajo që edhe është më eksituesja. Sepse të paktën një mashkull kërkon këtë dimension.
se domethënë të brishtësinë, naivitetin, nga njerë budallikun e femrës është erotike, është shumë sensuale, edhe kur bën gafat femrat, kur ja fusin kot për shembull, është lezetshme, është seksi. Të ty, idiotësia, në thonë se ty të ataron. Si ka mundësi që kur femrat ja fusin kot ty të josh, të intrigon? Shiko, sepse një femër e cila është interesante, për është e mirë, është aty me ty, nuk ka pretendimet që ka në asaj nuk flas për femrat tu, flas edhe për meshkuj, për çdo individ që ka pretendime, ai e vë veten përpara gjykimit, sepse kur se thua shfaqesh me pretendime, duhet të jesh në nivelin pretendimeve. Prandaj them që është acaruese edhe idiote për një njerëz që pretendon, edhe nuk tregon që është i tillë, e kupton? Vetëm pretendon, ndërkohë është kot fare. Kjo është acaruese. Po, në fakt, me njëri që është shumë i vërtet, shumë i mirë, që është vetë real, është më seksi se ta një femër që hiqet sigur është super yll ande këtej dhe ka mendjen për të pa pasion, për shembull. Ose hafara, ndërkohë që ti punon, ajo e ka mendjen bën një punë tjetër, nuk është interesante kjo. E kemi bërë një intervistë dhe ka shkaktuar shumë reakcion, sepse i kam shumë inat femrat që duan të pasurohen, jo i kam inat, po femrat në Shqipëri duan të pasurohen brenda ditës, ose brenda natës. Ajo është kulturë nacionale, të gjithë duan të pasurohen sa më shpejt. Edhe femrat, thjesht, të femrat nuk e di për çfarë kemi diskutuar se mbaj mend, por që besoj unë që të femrat është mundësia sepse kanë mjetin për të pasuruar. Kupton? Mjeti? Po e kanë mjetin edhe e përdorin edhe marrin parë. Do të bëjnë para. Varet sa si e shesin, sa e shesin, marketingu që bëjnë, gjitha në televizion shqiptare kemi aty për të ngritur kuotat e femrave. Gjithë televizion shqiptare në përgjithësi me sa i shoh janë më të vlefshme për të ngritur çmimin e femrave që shiten. Më tepër se sa çdo tjetër. Në vlera kryesore është që ti vjen në një show për të ngritur kuotën, për të ngritur çmimin nga 500 që ke pas marrë më parë, del nga një show me 2-3.000 deri 15.000 euro nata. Edhe kjo është problemi. Prandaj sa herë unë acarohem dhe them që kemi gjëra tjera për të diskutuar, më të rëndësishme, kupton, është me miliona njerëz para televizionit që na ndjekin në prime time, është shumë e rëndësishme të jemi serioz. Është me vërtetë e kam shumë serioze, jam shumë serioz në atë gjë, por nuk më merr njëri seriozisht, se të gjithë kanë ardhur me një qëllim, edhe unë i pengoj të gjithë. Ti e thotë që na çka kokën ky, unë du me marr 3.000 euro nata, kam ngel me 20, edhe ky tani del përpara bë. Mirë po, problemi është që ne krijojmë imazhe, krijojmë modele me televizionin dhe rreziku i madh ky është që po prostituohet bota mediatike shqiptare shumë keq. E kupton, unë njoh shumë femra të mira që janë klas fare me një, si thosh, me një nivel të lartë femëror, domethënë femra të formuara, të edukuara, shumë seksi, shumë njerëzore, me të gjitha ato vlera që do donte njëri, ato si përfill njëri fare, kupton, sepse janë nga ato që dalin edhe shiten. Pra, po krijojmë këtë model të kësaj femrës që është thjesht, që është, si thosh, shet veten kollaj, nuk ka si pretendim, do vetëm lekrët. Ky është modeli që po del edhe nuk pëlqen fare. Po, pas ka tregi edhe për këto. Nga dalin këto parat, si mendon? Si treg? Tregu kryesor në botë është për këto, ha? Tani ku doli ky treg? Ky treg ka qenë historikisht për femra. Prostitucioni ka qenë është i përjetshëm, ha? Tani, bota e ka legale, ne nuk e bëjmë legale, dalim televizor dhe kërkojmë më shumë lek. Tek njerëz ndyshe. Shumë e fortë. Çfarë mendimi ke ti për prostitutën? Për atë që jepet në shkëmbim të... Po, nuk kesh një mendim saktë, se të varet se nga arsyeja se pse ajo e bën atë gjë. Ka dhe gratë që kanë fëmijë që duan të mbajnë fëmijët e tyre dhe aty duhet të imponon respekt ajo gjë, sepse ajo po bën një sakrificë për një qëllim shumë të madh. Edhe s'ka mundësi tjetër, për shembull. Ajo mund të jetë ignorante,
do në pa mundësi për gjetë një punë që i afron asaj një, si thosh, një pagesë. Nuk, kur them ignorante, nuk dua që nuk e kam për të fyer, e kupton? Po them që ajo është e pa, nuk ka asnjë lloj kualifikimi, e pa kualifikuar, më mirë ta them kështu, se s'kam qëllim për të fyer, në fakt. Po duke qenë e pa kualifikuar në asnjë aspekt, ajo si duhet çdo punë që të bëj ajo s'do arrit të t'ia mbushi barkun fëmijës vet, e kupton? Edhe ofron jetën e vet. Këtu unë kam një respekt. Ndërkohë, prostitucioni të mërshëm që mua më ka neverit gjithë jetën është me personazhet VIP-a, që ka femra të cilat e kanë mundësinë, jetojnë, marrin para dhe kanë lloj alabakësh, domethënë për partner, kjo është e të mërshme, kupton, sepse i pagojnë. Mund të ketë partner kriminal, mund të ketë partner vrasës, mund të ketë shitës femrash, çfarë do shti, po ato me këto lloj meshkush, ky është modeli i mashkullit, se këta afrojnë shumë para. Kjo është e të mërshme. Të mora 2x2 ekstremet. Mbasi dashurohen apo jo? Jo, s'ka lidhje. Janë femra, asnjëherë nuk dashurohen. Thjesht para i jep një iluzion respekti, sepse janë femra që duan parë, nuk ngopen me parë. Domethënë i blen. Janë femra që, si thua, e kanë bërë veten objekt pa vlerë për mua. Kjo kush çfarë do emri, më thuash, domethënë janë pa vlerë. Janë zero në gjyhta, të pak konsiderueshme fare. Më vjen shumë keq që e them, po. Por mua është pjesa më fullishësire e peizazhit mediatik shqiptar, ku të gjitha femrat që dalin, tani pa dashur nuk të gjitha s'është asnjëherë, po duhet të them në përgjithësi edhe është keq që është ky model. Shikon që mbas tyre fshehet një njeri problematik. Domethënë femra që s'ndërtojnë dot familje të mira, kupton? Është interesante të ndërtosh familje, është gjë e bukur shumë edhe aftësi është në vetë. Është aftësi, po, dhe unë absolutisht. Unë të kam vlerësuar në një intervistë, kam thënë si ka mundësi ti që ke arritur të krijosh një familje kaq kompakte, sepse për një artist ndonjëherë është edhe vështirë apo jo, që të arritë të ruaj stabilitetin. Artistët janë egoist, janë egocentrik, mund të themi, jo egoist. I shohin gjëra ndryshe, kanë një shpirt të lirë që nuk duan fare si ke arritur ti të gjesh një të mesme të artë mes lirisë dhe tradicionales? Në të gjitha rastet luan rol esencial partneri. Se sa partneri ti jep ty të hapësira, ti shfrytëzosh, qofse ti ke një kokë, domethënë ke projekte, ke domethënë angazhime dhe zhvillime shumë interesante në fakt për jetën tënde dhe të cilat do të pengonin nëse do kishe një marrëdhënie problematike me një njeri të mbyllur. Domethënë, them që është një rol i rëndësishëm është partneri i cili ta jep këtë mundësi. E dyta pastaj është se sa ti je serioz me veten tënde dhe do ti të vazhdosh ta çosh deri në fund misionin që ke marrë. Edhe kjo është domethënë absolutisht një pjesë e rëndësishme dhe që përcakton në fakt, të përcakton se kush je ti në hapësirë dhe në kohë dhe me veten tënde, domethënë të krijon edhe ajo mundësitë. Janë disa elemente që bëjnë atë që ti je vetvetja edhe nuk e di si ta them, ka shumë arsye, por në rastin e njeriu për shembull me çfarë fjalët e familja, është e rëndësishme partneri që të lejë, të ta respektoj këtë hapësirën tënde të lirë. Flas kur e ke, prandaj po them partneri. Kur e ke. Ta kesh më parë. Po ato që e kërkojnë dhe nuk e gjejnë dot në këtë kohë që jemi sot, që është e vështirë të gjesh një partner me të cilin apo të cilën të kesh një jetë gjatësi, çfarë këshille mund të jepja? Po jo, unë nuk du me dhënë këshilla, se në duke budallë njerëzit që japin këshilla. Çfarë do sugjerimi? E di që këto fjalët këshilla, unë mendoj që njerëzit, po që se vërtet janë të lirë, nuk e kërkojnë, vjen vetë. Është një rrugë e hapur. E kupton, duhet të jesh i lirë. Nuk mund të thuash që unë do kërkoj të jemi lirë. Nuk bëhet.
ti je i lirë dhe ti nuk e di. Domethënë ato janë gjëra që vijnë me natyrën umane, nuk mëson, nuk e kupton, ato ndoshta vijnë edhe me pjekuri, me dije, me edukime, të gjitha vijnë. Problemi është prap nuk e kërkon, domethënë nëse e kishe fjalën që si do bëjnë këta tani që është e vështirë sot, këta janë komplet të ftuar nga Zoti për të qenë të lirë, sepse nuk ka asnjë angazhim. Po ndërkohë duan ta gjejnë patjetër. Çfarë duan të gjejnë? Duan të gjejnë atë partnerin, atë që tham. Ka Po shumë të thonë ti kërkon, se kuptova pyetjen, ai kërkon të jetë i lirë apo kërkon një partnere, se një partnere është skllavëri partnerja. Edhe partneri. Nëse kërkoj partner, do të vetëm lirisë kërkon. Jo, pyetja ishte për partner. Pa nuk e kuptova, për partner. Po, e mora dhe përgjigjen e lirisë brenda. Për partner ose partnere, një gjatë mëse kërkoni në televizor, ose nuk e di, ose në Facebook. Kërkoni gjëra të prekshme. Virtualiteti është një gënjeshtër apo jo? Ti çfarë lidhje ke me virtualitetin? Po, është i bukur. Është i bukur, shiko, ka anën e vet lezetshme, por që gjithmonë kur ka një bazë reale, ka një bazë, si thua, fizike. Nuk është keq nganjëherë të kalosh kohë me njerëz të bukur virtualisht. Është lezetshëm sepse gjitha janë iluzion, Edhe fakti që po flasim bashkë është iluzion, ne kujtojmë se po flasim, ndoshta si jemi duke folur fare. Është edhe ky një budallik në vetë. Na duket ashtu. Unë, meqense ti je një opinionist quhesh apo jo? Apo ke ndonjë emërtim tjetër aty te Love Story? Unë jam piktor, aty se di se si më quajnë. Si quhesh? Secili apo mentor dashurie? Mentor. Mentor do ishte fjala e dur, me që e the, sepse do kisha mundësi të ndihmoja shumë edhe në mënyrën se si ato mund të sillen edhe çfarë duhet bëjnë në fakt femrat në lidhje me veten e vet në fakt, për të tërhequr njerëz interesant. Jo meshkuj, se kur them meshkuj duhet të jesh thjesht një pul. Problemi është të tërheqësh njerëz. Po jo, kjo është çfarë shoh praktikisht, shoh ajo që ndjen, domethënë edhe është e prekshme është që femrat kërkojnë një partner, një mashkull. Ka mungesë. Edhe gjë më të mërshme, nuk kërkohet një mashkull, kërkohet për mua prapë jam i asaj që kërkohet njeriu, kërkohet dikush që plotson disa kritere që ti I ke vënë vetes sonde, kupton? Prandaj, fillojmë nga vetja, vendosim kriteret që duam, prioritete, bla bla, edhe të njëjtat edhe për partnerin, që s'ka nevojë ta kërkosh se vjen vet, kupton? Kur e kërkon, pastaj bëhet mizeri e jeta. Po do ishte pozicioni I mirë që ajo që me vërtet unë do isha mentor I mirë për t'i bërë të afta, po sigurisht, për t'i bërë shumë të afta. Apo mentori I Sajmirit, I protagonistit, Sajmir Kasemi, protagonisti si modern që... Se si e ka I Sajmir Kasemi? Po. Sajmir e tia, Kasemi nuk e dia. Ta se emër të bukur, Jo, zoti ma... Jo, po nuk e dia mbi emrin. Se nuk shoh, se dhe Sajmir dhe Kasem duhet jetë qifut, se ka... Emër mbi emri ka emra, Sajmiri Kasemi janë emra. O, ti je shumë I fortër. Tani, do ishe mentori Kasem. Apo mentori atyre vajzave. Shiko, të jesh mentor nuk përcakton, domethënë vajzave për I meshkujve. Është çështje atitudi, është çështje, domethënë savoir-faire, nuk e di si ta them shqip. Është çështje kompetence, domethënë e bën apo se bën dot një në raport me njerëzit, që të jesh I vlefshëm, domethënë të japësh një mendim të kualifikuar rreth marrëdhënieve për shembull. Çfarë janë marrëdhëniet, si krijohen marrëdhëniet, si mbahen marrëdhëniet, çfarë ndodh në rastin e një krize, se si krijohen kompromiset, pse krijohen kompromiset, si do t'i bësh kompromiset, çfarë favori ke. Ka 1 milion gjëra. Dhe kjo nuk është
nuk mund të ta definosh vetëm për femra, është e njëjta gjë, është princip njerëzor. Mund të këshillosh edhe meshkuj, edhe atë mund ta këshilloja, po që në rastin e atij, domethënë të Cajmirit, nuk e shoh shumë problematike, sepse Cajmiri është një mashkull shqiptar, bëm mu duket shumë shpejt, edhe nuk duhet të humbas kohën me këtë gjë, sepse janë njerëz cilët Po kështu si mendon që është një mashkull që tërheq të gjithë spektrin e femrave, si ato që është e zgjuar dhe ato që është vetëm e... Shiko, mua nuk të tërheqet meshkujt, kështu që nuk e di, duhet disa femër që ta thoja këtë. Po pyes në kuptimin se ti e dallon. Jo, po, unë e dalloj, po kam një defekt. Në momentin për shembull që shoh një lloj qasje të thash machoiste, pandaj thash kur them shqiptare, nuk e them për deniguar çdo lloj shqiptari, po e jemi pak prapambetur ne. Kur shoh këtë lloj sjelljesh me femrat pak arrogante, pak pa respektueshme, unë nuk gjej bukuri më këja i mashkull. Tjetë edhe Brad Pitt, për shumë, më duket shumë tut. Bukuri unë gjete një mashkull që dit të respektoj. Prandaj thash edhe në lidhje me moderimin e një emisioni, thash fillim që ne njerëzit s'do na gjykojnë kur si e bëjmë emisionin, do na gjykojnë si jemi ne, si ne i respektojmë tjerët. Prandaj duhet që edhe në rastin e marrëdhënieve me femrat duhet të jesh i vërtet, edhe me të mirët me të qija tua, po duke qenë i vërtet, je edhe seksi, sepse nuk rrezikon edhe femrat. Domethënë, je i pa, si thua, nuk bën surprizë, kupton, je ti, je puro, siç je, edhe nuk ka surpriza aty. Edhe është interesante për një femër të pjekur. Ndërkohë që në rastin konkret ka shumë probleme dhe unë prandaj thash nuk merrem me pjesën e meshkujve, se me meshkujt ka shumë punë. Femrat janë më të evoluara në Shqipëri dhe ka më pak punë. Është më e lezetshme. Por Sajmiri u bë xheloz për ty, pra. Mund na thuash një gjë, i gjykoi femrat, i tha ju keni shkuar, keni drekuar me Robertin. Dhe që nga ai moment dhe nuk të pam aty në program. Nuk më kish për atë sa i s'dika më shumë se aq. Jam happy për këtë punë. Që di vetëm ato gjë. Ja, nuk ka rëndësi, nuk dua që të futem në një nivel tash e themësh, edhe kështu si thosh të flas për një person jo të pranishëm. Dhe tani po flisa për një princip që nëse do isha mentor i njerëzve që nuk janë manipulator, i njerëzve që kanë problem serioz, ose problem perceptimi, ose komunikimi, njerëz që seriozisht janë shumë të mirë, po që janë në një kaos, janë në situash në një moment të vështirë në jetë ku nuk kanë përcaktuar mirë veten, e kupton? Kjo është një çështje që ndodh rëndom tani, domethënë ka shumë të rinj që nuk kanë një orientim në jetë, edhe nuk e gjejnë kollaj. Është masive edhe në Evropë, edhe në Shqipëri është një fenomen gjithashtu, por që nuk flet njëri fatkeqësisht. Është një problem real që duhet një ditë ose një tjetër duhet të merret seriozisht në fakt. Bert, unë dua të bëj një pyetje në lidhje me dashurinë dhe me epshin. Ose me tërheqjen fizike. A mund të dallohen këto? Për shumë ndodh që dikë e pëlqen aq shumë sa të duket sikur e do. Si ta vërtetosh që kjo është dashuri dhe nuk është thjesht një tërheqje momenti? Tani pyetja s'e kuptoj. Që the për zgjidhje gjëra, dashuri fizike edhe po. Tërheqja. Ti sa i do të kuptosh? Kur dashuron, ti e para një herë që sa i të kuptosh, sepse ti dashuron pikërisht se s'kupton asgjë. Ky është fundamenti i dashurisë. Në gjuha popullore thotë që kur dashurohesh bëhesh i verbër. Praktikisht është kjo që po të them unë. Që ti dashurohesh pikërisht se s'ke marrë vesh gjë fare. Edhe ajo të bën ty që ta dashurosh, e panjohura. Që the dashuri me shikimin e parë. Gjithë këto budalliqe janë domethënë gjë që është, si thosh, dashuria është një gjendje shpirtërore, emocionale, e caktuar në hapësirë ku korespondon shumë bukur me të njëjtën gjendje emocionale, shpirtërore të një personi tjetër, në të njëjtin vend. Është një rastësi.
Prandaj themi që mos e kërko se vjen vetë. Po, Do të thonë në gjuhën e përditshme, dashuria është kështu, ti se përgatit dot. Edhe të duash të dashurosh një njeri, ti sa ta dashurosh dot. Pra janë këto gjëra që përcaktojnë mirë, këto gjëra krejtësisht të rastësishme, të pa kontrollueshme nga humanët, që do ndodhin. Mund të jesh ti shumë i mirë, edhe shumë i mirë, por ne të gjithë dashurohemi. Po edhe mund të dashurohemi. Këtë gjë se dim. E kupton, nuk përcaktohet kjo. S'duhet ta marrim ne këtë si detyrë, në kuptimin adet se do dashurohemi. Ne këtë do ta lësh të lirë, as duhet ta mendosh vile. E kupton, janë gjëra që kështu është dashuria. Edhe që të vike pyetja jote, duke qenë se dashuria është një gjë e tillë, edhe pyetja se apo do të vetes. Se kur dashurosh nuk di gjë fare. Kur dashurosh pra pikërisht me vesh asgjë, je krejtësisht pa gravitet, edhe je happy, nuk ke arsye edhe të pyesësh veten. Dhe pastaj definicioni i dashurisë është pikërisht mos ta pyesësh veten. Domethënë ti duhet vetëm ti të dashurosh. Nuk duhet kërkosh dashuri si thosh si shpërblim. Nuk funksionon as kjo, ja. Ti dashuron për veten. Tjetri mund të gënjej sa dush, kështu që ti s'duhet pyesësh. Ti duhet të thosh bile mos më flas sa më do ai apo unë e du. Kjo është e bukur. Nga moment që ti kërkon shpërblim, pastaj është pazar, e kupton, u mbet magjia. Duhet ti të dashurosh full edhe uroj që të kesh fat që të dashurosh tjetri. Po sa dashurosh tjetri, prapë është bukur për ty. Rëndësika të jesh ti e dashuruar. Të ka ndodhur ndonjëherë që ke dashuruar në këtë mënyrë që sapo e the? Që ti ke dashuruar, por kjo ndodh shpesh. Kjo ndodh shpesh? Lëndohesh ti Berti? Fare? Jo, lëndohem, kuptimi lëndohesh, lëndimi është, por nuk marr inat desha, nuk pasion, nëse ty të pëlqen një femër shumë, është risku që të ndjesh dhe keq. Është risk i madh. Gjë që ka ndodhur shpesh, e kupton, nuk është mund të them që sa e kam dashur edhe. Po pse kush të ka refuzuar ty? Ti dukesh i pa refuzueshëm. Jo, ashtu duket ty. Jo, më ka ndodhur. Flas në jetën time, më ka ndodhur. Të vërteta. Si? Të futa në atë gjendjen të përkëdela se i drën që të tregosh sa më shumë të vërteta, pra. Jo, po flas sinqerisht, nuk e di, nuk di më fol ndryshe. Kështu që nuk është mos u lë fare se unë i them vetë gjërat. Kuptimi që unë flas me sinqeritet, me zemër, nuk ka nevojë që nuk bëj strategji. Po që ka ndodh, i ndodh të gjithëve, them unë, edhe femrave i ndodh. Ka ndodhur edhe të refuzoj femra, ka ndodhur edhe femra që më kanë refuzuar. Për shumë arsye. Edhe është e bukur. Është e bukur. Unë nuk i kam zakon, po që e di që është një gjë, për mua, unë vlerësoj shumë procesin. Procesi i cili të ka bërë ty të ndihesh mirë, bile edhe të shkosh deri ke pika e refuzimit, pjesa që ke kaluar deri ke pika e refuzimit dhe ja vlen para qeran. Për gjithë meshkujt dhe bëj këtë që provoni, sepse është më mirë të pendohesh që nuk e provuar se sa kupton për atë që bëre gabim. Kështu thon budistët, kur të vdesësh nuk duhet të pendohesh për gjëra që ke bërë gabim. Duhet të pendohesh për gjëra që nuk i bëre fare. Kështu që sa më shumë gabime aq më bukur është në jetë. E po, energji e shpenzuar është ajo, konsumim. Mendon te konsumimi. Cila është energjia? Çfarë është energji? Po aventura do konsumosh. S'konsumosh asnjë, është energji. Secili nga ne ka nuk e di sa orë pune. Jemi si bateri, është energji, e the vetë. Atëherë çfarë do thotë? Që ne jemi, si të them, ti e di se them. Jemi një lloj sistemi ose ku diun qenia, le ta them qenie, se s'po vjen termi i saktë në kokë, të cilat janë të parapërcaktuara, domethënë jetësisht. Do të them kemi le të them unë për shembull 24.000 orë e 253.000 minuta e 64 sekonda. Kaq e ka njëri për shembull, flas. Një tjetër ka më shumë, një tjetër më pak. Këto orë, sido që ta kalosh jetën ti, do i kalosh. Prandaj ca vujnë, ca nuk vujnë.
Të ca zgjidhje histori rahat. Ca jetoj në mjerim gjithë jetën, e s'vdes me qira për vdes. Po. Përshëndetje. Kush është? Klotilda, Moza. Moza, përshëndetje. Je shumë e mirë, mbaj motën aty të lutem. Jemi live. Nuk të dëgjoj. Nuk më dëgjon. Jemi se duhet shkoj në darkë sepse kemi njerëz për darkë. Po pra, do e mbyllim tani, Ja, ikti më zëtë. Shiko? Tavolina gati. Ja? Është tavolina gati, kështu që Shumë gati. Të bëj një pyetje për galën se nuk mbyllë pak derën. Mbyllë pak derën. Çfarë? Të bëj një pyetje për galën dhe për Kris. Po, më çfarë dush? Të mrekullueshëm, gala që fitoi një talent show shumë të rëndësishëm në Belgjik dhe që më duket kopja jote. Çfarë ke menduar për galën? Do jetë ajo një star ndërkombëtar së shpejti? Po, gala ka filluar shumë mirë. Edhe absolutisht që i ka të gjitha asetet. Gala është absolutisht formati i artistit që nuk duket sikur do mburëm, por nuk ka, është e pa e fitueshme. Nëse do them çfarë shoh. Është e pa e fitueshme të thosh që është një gjeni. Kuptimin e gjeniut, kuptimin një artist, shiko, pikturon, stilon, këndon, kompozon, shkruan, i bie pianos. Gjitha këto gjëra, përveç se di 5 gjuhë, do të them, çdo gjë është facilitet, është thjesht. I bën gjërat në mënyrë shumë të thjeshtë, edhe pse është e vogël në moshë, po prap ka, është talent, po. Duket shumë tip, duket që të ngjan ty. Po Kris merret me pikturë apo jo? Kam parë që poston piktura. Që do të them është një profil që thotë bota jonë. Shive çka ka shkruar. Po varja se çfarë ka shkruar. Ky tipi, e kupton, kjo është pjesa e meshkujve që thashëm që nuk do t'i marrë konsiderat. Është shumë, po çfarë është e rëndësishme, pse e them këtë që është e rëndësishme? Sepse janë këta kavjet e internetit, që janë njerëz ignorant pa jetë, pa kuptim, janë qenie si krimba, që është shumë e populluar në Shqipëri, fatkeqësisht. Edhe jemi i vetmi kom në botë, po them, që shkruajmë kaq keq. Të shkruash është formalizimi i mendimit. Është gjë më e tmerrshme, domethënë të shkruash ti një gjë të tmerrshme është ta kesh menduar, ta kesh në kokë. Tjetër gjë është kur nxefemi ne dhe flasim themi çana vjen. E kupton? Dhe ajo gjë ka lezetin e vet. Po kur ule shkruan këto gjëra monstruoze, domethënë ky njeri ose shumë i dështuar në jetë, ndërkohë që un kam 2 fëmijë edhe familje gjithë, ky shkruan një gjë që s'shkon. Edhe mua nuk më prek, nuk prek fare se unë jam mësuar me këto gjëra, por i bëj thirrje jo vetëm këtij, por përgjithësi publikut shqiptar, le të jenë të këqij, po mos të shkruajnë publikisht. As mos ta tregojnë që janë ata, domethënë mbeturinë se thosh jashtë, se s'ka nevojë se ne e dim që janë jashtë, por nuk ka nevojë ta tregojnë, edhe të bëjnë një përpjekje që të jenë më pozitiv në jetë, se do kenë më shumë benefite. Këtë mesazh do t'i jap, që mund vjen keq për atë në fakt, sepse është ai që vuan, e kupton se njëri që s'ka probleme nuk merret me këtë gjë, edhe mos i pëlqej, nuk e ul veten këtë nivel, e kupton. Kurse ky e ka çuar veten në një nivel shumë poshtë, saqë të vjen keq, e kupton? Po janë shumë, edhe përfitoj nga rasti, ti them, që bëni qef, e kupton, shikoni jetën tuaj, është mirë, do të jepni sens jetës tuaj, kupton se nuk jetohet, kështu është gjëna. Tani le të vim, s'ka rëndësi. Ti desha më e thon sepse ndos shpesh në Shqipëri. Në mendje kënga jote Aku Mostofi. Po. Që sepse kam përshtypjen që do na e mbyll live-in Instagramin se kaloi 1 orë Bert. Po. Dhe ty mund të vazhdosh non-stop të diskutosh. Në fakt do të shohim ndonjë këngë tjetër që sjell ato lloj evokim. Kështu quhet? Mund të them që ajo këngë ishte
ajo Me këngë ishte tajtë monumentale. e Petrit Rukës? Shiko, ajo këngë ishte monumentale, domethënë nuk bëhet më shumë se aq. Po. Në atë dimension muzikor. Është në kulmin e vet. Nuk e di sa si humor, se si u kuptua nga njerëzit, nuk ka shumë rëndësi, ajo është aty. Në një moment tjetër do të shikohet ndryshe, sepse historia kështu është. Në Shqipëri gjërat me vlerë vdesin shumë shpejt. Njerëzit nuk duan vlerë, as vërtet se duan, e kupton? Pyesin, po me sigurt thonë na gënje pak, lutem shumë. Është, kjo gjë ndodhi. Që që artista shumë mirë vdiqën në Shqipëri dhe s'flet njëri. Edhe në gjallë nuk fliste njëri. Edhe të tjerë bëheshin heroj, kupton, bëheshin ata që i përshtaten sistemit, që i përshtaten shive të publikut. Kështu që E kuptoj. nuk di sa të. Më kënaqe Bert, unë uroj që të shoh prap me një këngë të tillë, sepse ti e di që unë më pëlqej këngët e tua, se vinë me mesazhe të forta. Po do vi me një këngë tjetër, patjetër. Ka kohë domethënë. Ndërkohë, për të gjithë ndjekësit që pyesin nëse do të shohin apo jo të Love Story, them ta lëm Enigma apo ta themi? Për çfarë? Do jesh apo jo te programi te Love Story? Do ta mendoj për ata shkruajti ta shoh. Nesër shoh, se di. Nesër. Dreqi me vetë çat vjen kokë. Unë të falenderoj shumë. U kënaqa, biseda jote rrjedh si lum rrjedh. Nuk ka nevojë. Klotilda, shumë faleminderit, je shumë e mirë. Atëherë vazhdo kështu. Shumë faleminderit edhe për ata që na ndjekin, edhe ata që na duan, na dëgjojnë, edhe na besojnë neve, unë i respektoj shumë. Edhe ata që nuk na besojnë, fakti që na dëgjuan është një gjë pozitive. Janë aty, shkruajnë, marrin kohë, domethënë prapë i falenderoj. Të gjithë të komplimentuan, të gjithë. Nuk ka problem, jo, shiko. Nuk di nëse i lexove ose jo. Jo, nuk lexova unë, ja, gal. Jo, nuk i lexova, po thjesht një ma kapi syri dhe e përmenda jo për atë personin, e përmenda më shumë sepse ja shiko, goca ime këtu, nuk ka nevojë. Klotilda, shumë e rëndësishme, se s'të dëgjon se kam unë kufjet. Ri këtu gala. Është shumë e rëndësishme që ta njerëz që shkruajnë të kuptojmë që ne jemi prindër, mbi të gjitha kemi fëmijë të shëndetshëm që nuk kanë qef të lexojnë këto përkërira. Dhe ata që shkruajnë një ditë ose janë prindër ose do bëhen prindër, të ta mendojnë kështu. Është shumë e thjeshtë, kupton? Vetëm për këtë gjë më bën përshtypje, që ne duhet jemi të përgjegjshëm në jetë, e kupton? Responsabël, se kemi mision, edhe secili nga ne ka një mision në jetë. Të vërë një tull në këtë mur të madh që është historia e kombit ton, nuk është, e kupton, mos jemi kaq të rastishëm e kaq kot. Na duhet të japim vetes sens në jetë, edhe të japim kuptim jetës. Të japim mesazhe, por jo të edukojmë të gjithë. Po, jo të gjithë mund të edukojmë fëmijët, është e vërtet. Jo të gjithë, sepse atë shoqëria nuk do kishte diferenca, janë këto diferenca shoqëri të pavitueshme, po janë, nuk tani do them unë që s'janë atëherë për ndonjëri që mund t'i vi mirë. Po kjo është ndarë shoqëria me ca kanë lek, ca s'kan lek, ca kanë dije, ca s'kan dije, dikush ka talent, dikush s'ka talent. Këto janë gjëra që ka përcaktuar natyra, nuk ka xhelozi për këto gjëra. Po të përpiqemi të bëjmë maksimumin, unë ja këshilloj fuqishëm domethënë të gjithë njerëzve që të paktën ndjekin mua, të jenë sa më të mirë, kupton, të jenë vetvetja, edhe në të keqen e vet të jenë origjinal. Se ajo është e bukur, ajo është e mira. E kupton, s'ka nevojë të përcaktohemi ndryshe, sepse ti jemi ai që jemi. Ajo me atë mizerabilitetin ton, origjinal, është shumë pozitivitet. Shumë gjë e bukur. Bert, ja kalov bukur sot në darkën që moza jote kishte shtruar. Po. Ai mirë është moza. Ju përshëndes familjarisht dhe shpresoj që do flasim prapë. Shumë faleminderit. Kalosh bukur. Live do i kesh tek faqja e revistës Story, që ta shohësh me syrin tënd kritik. Të përshëndes. Jo, sa gjë, ne bëm këtë live, kjo kaloi, ishte. Kjo është një live. Ishte pjesë e jetës time, unë nuk i rikthehem kësaj gjë, se unë merrem me këtë budalliqe, kam punë tjera. E di. Quajtë. Gjithë mirë, kalosh i bukur, që të gjithë. Edhe ti. Ciao. Mirupafshim, ciao.